Jo, me qeverisë jam I knoqën hiç. Se 4 vjeta 5 është sen s'ka bon. Edhe ata të port po thonë që kanë vjedh, po punun kanë bëll. Ky ham po vjedh me krejt rrethin e vet çka e ka, edhe me punu sen s'ka punu. Ti këtyri asfaltet ku janë, që ja kanë nis me shtru, kur se kanë përfundu hala. Ai shumë janë bosi, ti thoj me Albin Baba, ma zama keq për neve si e kem. E çfarë mendimi ki për ata në Hag? Në Hag I shoh. Pa drejtësisht, po qysh janë pa drejtësisht si 90-ën burra te ngujin orë me orë. Kadri Vesele Hashim tha që s'pi përmeni tjerë sa janë, ata e kanë nis herët asaj pune, po qashtu fati. Nëse ishin kthy ata dhe kishin vazhdu prap me politikë, a I kishin pas për krojen tonë? Po. Përshëndetje I nderuar. Përshëndetje. Shpresoj që je mirë. Po mirë, dash jem tonë. Jemi në fshatin Zaberç, apo na tregon pak për fshatin e juaj? Komuna Klinës. Fshati jon ndër fshatat kësaj është më I vjetri. Nënt parë. A po ka njerëz sa duhet në fshat, a pelshojnë fshatin? Hala janë, si fshati jonë se kalshu kërkush hala këtu. Jo, më dalë kërkun, një kemë Klinë, mëtje kemë, se tjerët janë gjithë këtu. Rinia kalshu shumica, një pjesë e madhe kalshu. Pse kalshu Rinia? Po e kalshu të marrëdhënie punë e ju kun, djalit e ka fakultetin e kryen, gjuhës angleze, a shku në Gjermani. Tjerët shkur I kënit një të hasretit I ka shku dhe... Pse po shkojnë atje? Pse po shkojnë se s'ka perspektivë këtu. Ja peshesh ka po bërë. A mendon që nëse kishin punu tokat, kish pas perspektivë ma shumë fshatin e juaj, apo punuan tokat sa duhet? Toka punuat tu, një plomë nuk ka batal tu, adi direzhin. Mirë, kushtet janë mira një herë për I herë, kësa dhe shka I kem kushtet mirë, nuk o keq. Po Rinia kanë shu krejt. Kur ka shku një pyet jashtë vendi, qa I ke thonë? A I ke thonë mos shko, re? Po I kumë thonë jam gjyshi tina. Edhe djallin një të hasretit edhe ato kam jashtë në Gjermani. Po me ngusë në gujnë se s'ka këtu, shka mi thonë re? Kur s'ka ku punën. A janë poka që shpëthojnë atje se nashta Rinia dhe pak po ma shtrohen kur pithojnë janë poka 3.000, 4.000 euro? Jo, dhe s'janë 3-4.000 euro, bili me shku vetën nuk I merë as 800 si jesin tamon për se di si banesat janë shtrejnë, po shkojt e djali po rri atje veç. Po janë bo ma po ka qef se cili paret mi pas dvetat. A njeve. E këtu nëherë që shukojnë? Këtu nëherë, ja, këtu nëherë kena punu, shak kena mujtë tu, kena kem punu, me gjanë janë merë. Djali vllaut I ka 250 dheni ka. Këtu është ai, me rrët me tu, qështu. A mendon që nëse punon, ose dush veç me pas biznesin tanë, se ndrosh nuk mund është me ja dalë me një Jo, për pa pas biznes, dishka, a ka mendu djali jot nëherë mu këthy dhe me ha biznesin e vetë? Po I mendon që ashtu, po ka thmi shumë, I ka 6, I ka qikat në punë atje, djalin në punë, shoqen, vetë tonë punë, jo njëherë për I herë se besoj si këthejet. Çfarë këshille javë kështë e për njësë mos me lëshu vendin tonë? Po mira ka mos me lëshu vendin tonë, me ka me pas rrugën 500 euro me pas rrugën, 700 me pas nuk e kishin lëshu asja. Po shkon për 200 euro që tu në për marketet 200 euro, 250 euro punan. Qa me bo? Kush është fajtori kryesor që... Fajtori kryesor është qeveria. So je I knoqën ti me qeveria? Jo, me qeveria s'jam I knoqën hiq. Se po shijet, po që 4 vjeta 5 është, sen s'ka bon. Çfarë mendimi ki për këta që po vinë prej shteteve ndryshme dhe votun krejt gati kryeministrin? Çka ju kisha thonë ti? Çka ju kisha thonë? Unë nuk e di çfarë njerëz janë ata peshohin për ditë peshohin si qeveri për kritik qeveri s'kena pas kur si kjo, një e dyta. Ata nuk e di shka menojnë se ata janë atje. Rrymen që 2 herë ka shtrejtu, tash edhe 1 herë bë shtrejtu, 3 herë, ata nuk paguajnë rrymë ata si janë atje, paguajnë Gjermani. Djali jam e paguajnë 80 euro rrymen e paguajnë atje. Këtu ne I kum paguajnë 160 euro. Po tash ky rriti pensione, çfarë mendimi ki a? Pension, s'ka pension 170 euro, 200 euro s'tash e kam. Kur gjë. Çka do me bo me 200 euro? Çka do me bo me 200 euro? Ju a jetoni këtu? Po. A peshini shka është? Kush kishe pas dëshirë ti me udhëheq vendin tonë që kish punu për vendin tonë? Pasha, nuk po muj me qëllu tash se edhe ata të port kanë punu bëll,
po thonë që kanë vjedh, po punu kanë bëllë. Ky han po vjedh me këtë rrethin e vetë shka e ka, edhe me punu sen s'ka punu. Ti këtyri asfaltet ku janë, si e kanë nisë me shtru, kur se kanë përfundu hala. Disa qytetara e ke pa që thojnë, jo ka punu ballë, ka shliru Mitrovicën. Jo bre, sa shliru Mitrovica, e ke po tablën tash, tabelin e ke po Mitrovica jugut edhe e Verevt. A u bon 2 Mitrovica. E son regull heq, po s'po kem shka me bon. E ka marrë hini me kushte si me qu për para pak. Ky edhe ma zi, o t'i bo, edhe mas shumë t'i ka, si në për gjyqe i kanë gjykata si pithret për hajni, këta ma fort po vjedhin, po din me vjedh ta. E çfarë mendimi ki për ata në hak që janë, apo Në hak i shol, pa drejtësisht? pa drejtësisht, po qështë janë pa drejtësisht si 90 bura te në gujën orë me orë me Kadri Vesele Hashim tha që s'pi përmeni tjerë sa janë. Ata e ka njës heret asaj pune, po qashtu fati ke. Nësë kem... Nëse ishin këthy ata dhe kishin vazhdu prap me politika, a i kishin pas për krojen tonë? Po. Cili që edhe ledekes, jo me që edhe në ledeke me hi qifti Abdullah Hotit, qifti dës janë sukur rrugova si akon, i kisha përkro me zemër. Do me thonë ti me që qeverisje që është aktuale si e kënë? Me që qeveri, pasha zotën, zbesoj si jonë kërkush, që ata si jonë jashtë që se din shka po bëhet këtu. Po kuj ka marrë një përqindje të modhe të votave. Fakt si e ka marrë. Edhe ka pas qytetarë që edhe të Kosovës se përkrojnë shumë? Po, përkrojnë. Kur pithojnë Albin Baba, Baba i Si tonëve. përmendimi ki për këta që i thojnë Albin Baba? Pasha zotën, po shihni edhe ju lojme të shka po thojnë. A shumë jenë bo si pithojnë Albin Baba, ma kesë, nuk e di se qysh. Kërkun si jem me këtu sene, për qëtash jo, nështë ta bohet ma mirë. Me qifti jam shkoj tash, 77 vjetë. A mendon që i kanë me punu ma shumë tash? Po e Kanë me duhet pas tarë në përinin ma shumë? me ordha ta nështë ta bojnë, se di edhe për ata s'po muj me E full që kur gjo. qeverisje që është aktuale? E qeverisje aktuale? Aktuale, ma za ma kesh për neve si e kemë. Tash ka me u bo edhe presidenti ka mundru çfarë mendimi, a e meriton Vjosa Osmani me qenë presidente apet? Po Vjosa me tonë shtuje si një, janë dytë. Për krahin e ka, Vjosa ka hypë qitë post. Atëre me votat Vjosa sa hypë kjo ka. Dhe qashtu kanë, edhe në zgjetë edhe Vjosa në shtë edhe kjo që ma gatë. Faleminderit shumë S'mujnë për me fosh ideja. kur gjë.